Do të flasim tani për një ngjarje të rëndë të ndodhur në Manz të Durrësit, ku përpasojë një aksidenti tragjik kanë humbur jetën 3 të rinj. Për më shumë informacione nga vetë ngjarja ndodhet në këtë moment e gazetarja jonë Enkeleda Arapi. Enkeleda, të përshëndes, në fakt një aksident jashtëzakonisht shumë i rëndë me humbjen e jetës së 3 të rinjve. Si ka ndodhur ai? Iva, të përshëndes, ka qenë ora 2:22 minuta e mëngjesit të ditës sotme, kur policia e Durrësit është njoftuar se pikërisht në rrugën drejtore që lidh Maminasin me Thukthin kishte ndodhur një aksident me pasoja të rënda për jetën. Në momentin që grupi hetimor policia ka mbërritur në ngjarje, ka konstatuar se 3 prej personave që ndodheshin në automjet kishin ndërruar jetë në ngjarje, ndërsa 2 prej tyre u dërguan me autoambulancë fillimisht drejt Spitalit të Durrësit, ndërsa më pas drejt Tiranës për shkak të gjendjes së tyre të rënduar, por nga ana tjetër edhe për një mjekim të specializuar. Nga të dhënat e para që policia ka mundur të mbledhë në ngjarje, por edhe grupi hetimor, më thohet drejtuesi i automjetit, po lëvizte me shpejtësi të madhe pikërisht në këtë segment dhe ka humbur kontrollin duke përplasur më pas në këtë kanal me pjesën e betonit që duket edhe pas me jetë. Është pikërisht ky vendi ku ka përfunduar dhe automjeti tip BMW që drejtohej nga Cleo Vrioni, 25 vjeç. Goditja sipas grupit hetimor ka qenë e fortë, pasi automjeti thuaj se ishte i shkatëruar plotësisht, ka konfirmon sipas tyre edhe shpejtësinë e madhe me të cilën po lëvizte 25 vjeçari. Në këtë aksident, një prej personave që ka mbetur viktimë, dhe në këtë rast Sara Brugentelli, 26 vjeçe, është jetase italiane, kishte ardhur me pushime në qytetin e Durrësit, ndërsa mes viktimave, ashtu sikurse edhe të plagosurve, të gjithë janë banor të qytetit të Thukthin, janë kushëri dhe të njohur mes njëri tjetrit, por që në këtë rast kemi vetëm 26 vjeçaren, e cila nuk është një shtetase shqiptare, por një shtetase italiane. Po, Enkeleda, natyrisht edhe në vijim të hetimeve do të mësohet apo jo nëse shoferi ka qenë në efektin e alkoolit, apo ndoshta do të kuptojmë edhe më shumë rreth këtij aksidenti, gjithsesi sa i përket këtij aksi në pamje të parë, sinjalistika, dritat janë gjithçka ashtu siç duhet apo ka mangësira, le të themi? Iva, duhet të themi që kjo është një rrugë që në të tilla kushte ka ekzistuar që prej rindërtimit të saj, që prej fillesës së saj, në 2 anët e saj është mbushur me ndërtesa të shumta, pasi është një zonë e banuar, ku ndodhen dhjetra dhe qindra shtëpi, të cilët padyshim drejtojnë edhe pjesën e rrugës. Është një rrugë që ka infrastrukturën e mirë sa i takon asfaltit, është e plotësuar me sinjalistikën e dur në përkthesa, por nuk ka ndriçim, ashtu sikurse edhe pjesa më e madhe rrugëve rurale që tashmë i përkojnë dhe i përkasin bashkisë të qytetit të Durrësit apo edhe prefekturës. Megjithatë është një rrugë që ka një kufizim shpejtësie që her pas here të njofton që duhet ecësh me 40 km/h dhe her pas here me 60 km/h, në varësi edhe të kthesave që ka pikërisht ky segment, por që në këtë rast mbetet për të konfirmuar nëse drejtuesi i automjetit ishte ose jo në gjendje të dhëur, pasi trupat e pajet ndodhen ende në morgun e Spitalit të Durrësit, do t'i nënshtron ekspertizës mjeko-ligjore dhe të dihet padyshim mjekësia ligjore që do të përcaktojë edhe kushtet në cilën kanë ndodhur, por nga ana tjetër edhe hetuesit dhe ekspertët e aksidenteve në ngjarje do të përcaktojnë shpejtësimet të cilën po lëvizte 25 vjeçari, pasi nga hyrja e vendit të ngjarjes frenimi nuk ka qenë i fortë, që do të thotë që ka qenë një moment pa kujdesie dhe përplasja ka ndodhur direkt, sapo drejtuesi i automjetit është përballur me një ktesë jo shumë të fortë, por përfunduar më pas pikërisht në këtë vend ku ka qenë pikërisht ky beton që e ka frenuar edhe vazhdimsinë e automjetit dhe përpasoj ka rezultuar edhe fatal. Qartë, Enkeleda, të falenderoj për raportimin të nga ngjarja, do të kemi mundësi edhe në edicionet në vijim, edhe ndoshta me marrjen e më shumë informacioneve për të rilidhur sërish, ndërkohë ne do të ecim më tej me të tjera zhvillime.